يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة والجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Allahun dhul Gjelale falendrojmë, prej të mirave të tij çdo herë kërkojmë, dërgojmë salavatet tona mbi mësuesin e njerëzisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët, familjen dhe gjithë besimtarët musliman kudo që janë. 3 pyetjet e jetës të çdo njeri i cili vije në këtë jetë duhet t'ja parashtroj vetës 3 pyetje që njihen si pyetjet e jetës, dhe pastaj të njëjtën kohë duhet me qenë edhe përgjigje adekuate. 3 pyetjet e jetës që çdo njeri duhet t'ja parashtroj vetvetes janë ato se kush më krijoi, pse u krijova, pse jam në këtë botë dhe ku do të shkoj. Por nuk ka mundësi njeriu të kaloj tek përgjigjet e sakta derisa të kaloj në për teori, së pari ato që njihen teori logjike. Në mendjen e shumë njerëzve mund të qëndrojë ajo se gjitha krijesat ose ky kozmos e vetë njeriu që është pjesë e tij mund dikujt t'i shkojë ndërmend se këto janë rastësisht. Por një përgjigje shumë e thjeshtë logjike e ndihmon ata nëse ai përdor arsyeën e logjikës tij se nuk ka mundësi të ekzistojë diçka e rastësishme në këtë botë. Apo teoria tjetër vjen se dhe patjetër duhet të jetë e tillë nëse shkomi një nga një, se nëse nuk qenë kanë gjërat, krijesat ose krijimi gjithë kësaj gjësie me gjithat që ka në të cilat e kanë krijuar veten rastësisht, atëherë vije më njëherë teoria e dytë se pra krijesat e kanë krijuar veten e tyre. Edhe kjo teori me logjikën e shëndosh të njeriu të bie se nuk ka mundësi njeriu ta krijojë veten e tij, nga se dje nuk ishe fare. E si ke mundësi pra ti ta krijojsh veten dhe vije automatikisht vije teoria e fundit që i rrëzon 2 të parat e se çdo gjë në këtë gjithësi e ka krijuesin e tij e që është Allahu xhelle xhelalu. Për atë çdo pejgamber që ka ardhur tek populli i tij, ata e kanë sfiduar me një pyetje të cilët ja kanë parashtruar popullit të tyre, ku kanë thonë e fillahi shekun fatir samawati wal ard. An Zotin krijuesin Allahun ka dyshim, ai i cili krijoi qiellin dhe tokën. Kjo ka qenë një pyetje pra sfiduese të cilët pejgamberët e Zotit ja kanë bërë popullit tyre, nga se mos ekzistimi i kësaj radhitjes ose mos dija e këtyre pyetjeve shumë njerëz sot i ka shtyrë që ta mohojnë ekzistimin e Allahut xhelle xhelalu. Allahu i madhreshëm thot Kur'an, em khuliku min ghairi shay'in am hum khaliqun. A mos vall ata janë krijuar nga diçka hiç, kanë rastësisht, em hum khaliqun, apo ata e kanë kriju vetveten e tyre. Em khalaqu samawati wal ard, apo ata kanë krijuar qiellin dhe tokën. Pra këto teori të cilat u përmendën janë pikërisht në Kur'an, e që vijmë deri tek ajo se është shumë e lehtë, pra kur njeriu e përdor logjikën e shëndosh, vije tek përgjigjet e shëndosha, e që është se
unë kam krijuesin tim e që është Allahu xhele xhelaluhu, erdha dhe ekzistoj në këtë botë për me adhuru Allahun, e pastaj çdo gjë tjetër që unë e veproj në jetën e kësaj bote, ajo është për ta përmbush pra adhurimin karshi Allahu xhele xhelaluhu, dhe unë ku do të shkoj pra drejt botës tjetër. Do të punoj për të arritur shpërblimin e Zotit dhe do të runa nga e keqja në këtë botë, por për të mos meritu dënimin e Allahut xhele xhelaluhu. Pra, kur njeriu vin të nderuar vëllezër besimtar dhe gjen përgjigjen, normal se pastaj e ka më lehtë ta kuptoj edhe realitetin e botës, qëndrimin e tij në këtë botë, pse qëndron, pastaj më lehtë e ka ta kuptoj sfidat me të cilat kjo botë i ka në veten e saj, e ka më lehtë ta kuptoj se kjo botë aq është precize dhe aq mirë është e rregulluar, sa që njeriu habitet kur ai vendos gishtin e tij dhe mendon. Por karshi kësaj na neve çfarë na habit? Neve karshi kësaj na habit kur neve jetomi një shekull kur afër kemi Kur'anin, librin e shenjtë Zotit, kemi dietarët, e kemi shkencën, e kemi teknologjinë e cila moderne, e cila aq shumë është avancuar dhe ka ecë përpara, me njëjtën kohë gjemi njerëz të cilët sot këtë që quhet jetë, që Allahu ja ka dhuru njerëzve dhe Allahu xhele xhelalu i ka kriju këta njerëz, këtë jetë e fillojnë, e mbarojnë dhe e jetojnë me atë që njihen bestytni. Dhe turpi dhe rreziku edhe më i madh shtohet kur gjendesh në mesin e një shoqërie të cilat vet deklarojnë si janë musliman. Dhe me një përqindje do thot të habitshme mbi 98 musliman, megjithatë gjemi do thot se në shtëpiat e tyre, në zemrat e tyre, në gjuhën e tyre ekziston ajo që njihet si bestytni. E fillojnë ditën, e jetojnë dhe e mbarojnë duke shikuar se a i kalon maca e zeza apo jo, duke prek drunin se druni sjell fat, duke mendu se dita e martë është ditë ku nuk bën me punu, duke mendu se natën nuk duhet me punu, po duhet vetëm ditën, duke mendu se qyqja nëse këndon mbi pullazin e shtëpis, ajo ka me sjell kob në atë familje, duke mendu bestytnit habitshme, aq shumë ta që janë njëjtën kohë janë edhe të pakuptimta edhe të palogjikshme, e të cilat janë shumëta, cilat përdoren dhe njerëzit e besojnë sot. Dhe ajo që më shumti pra jashton belan bestytnive është ajo që njihet sot do thot në botën moderne si horoskop, të cilët njerëzit nuk i lajnë syt para se me këshyr horoskopi tyre, sheja e tyre se çfarë po thot. Nderuar vëllezër besimtar, besytnia është një botë e pakuptimt, e palogjikshme, që më së paku do thot muslimani duhet të interesoj, dhe shpirti i muslimanit nuk e përballon. Besimi i tij, reflektimi i besimit i tij do thot nuk e pranon një gjë të tillë. Nga se është e pakuptimt, është e palogjikshme që jeta e njeriu ndërtohet mbi besytni. Besytnia janë ato praktika dhe besime të kota që nuk kanë bazë logjike apo ndonjë që nuk kanë bazë logjike e që lidhen me jetën reale. Pra çdo praktikë dhe besim i kot që mendohet pra të ketë njeriu në jetën e tij reale, ajo është besytni e papranuar pra në fejnë Allahu dhul xhelal. Dhe shtoja kësajna, besytnia shtohet rreziku i saj dhe më i madh kur ajo bëhet në emër të fesë. Kur ajo bëhet pra dhe hijeshohet dhe hin do thot në rreshtat e fesë, dhe duke menduar se një besytni e tillë e ka bazën në fe të Zotit dhe e bën në emër të fesë dhe në emër të shpërblimit tek Zoti, kjo është edhe më e rrezikshme. Çka thot feja për besytni?
Çdo praktikë ose besim I pa bazë që pretendon se ndryshon fatin e njerijut dhe përpiqet të marrë ndihmë nga ndonjë qenie ose objekt tjetër pos Allahu xhelle xhelaluhu, kjo në Islam është e papranuar. Dhe pikërisht pejgamberi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam sfidën e parë që ka pas dhe ballafaqimin e parë që e pat për 13 vite në Mekë dhe që këtë energjinë e tij e harxhoi pikërisht e pat këtu tek Bestytnin ku e gjeti popullin arab, një ndër popujt më të zhytur në Bestytni, që nuk e kanë filluar ditën e tyre dhe nuk e kanë përfunduar dhe nuk kanë marrë ndonjë udhtim vetëm duke u bazuar në Bestytni të cilat ata e kanë besu. Ata kanë besu se zogj që fluturojnë dhe thot në qiell, në orientimin e tyre kanë shiku se ka dita dhe thot çfarë do të sjell. Ata kanë besu në tingujt e shpendve të objekteve të ndryshëm të cilët e kanë ndërtu jetën e tyre. Dhe pikërisht pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam erdh për t'ia hekur dhe thot këtë besim dhe për ta zaventsu këtë me besimin e pastër Islamin, I cili moment që bie në zemrën e muslimanit, vjen pra besimi Islam, atëherë ai automatikisht e nxjerr çdo besnitni të cilën vetë se nuk e pranon asesi. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk është pajtu me falltorët, me hajmalit, me të gjitha këto që janë pjesë e botës bestytnive, nga se këto në vetën e parë rrezikojnë psiqikën e njerit, e rrezikojnë fenë e tyre dhe rrezikojnë jetën kohë edhe jetën e çdo muslimanit. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jetën e tij e ka jetu dhe ka ndërtu mbi bazën e vlerës të cilët ai ka posedu dhe mbi bazën e vlerës që Zoti Dhul Xhelal e ka mësu. Ajo është besimi në Zotin, mbështetja në Zotin, puna e madhe, këmbgulësia e tij, ballafaqimi me sfida, krejt këto janë të cilat pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam I ka kalu për sfidat e jetës e që duhet edhe ne t'i kalojmë e jo në bazë të asaj që nifën si bestytni apo në bazimin e diçkafet që është e pakuptimt. O ju vëllezër musliman, sot çdo njeri do thot çdo musliman sot e pikërisht çdo hoxh sot që gjendet para xhamatit ti e ka një obligim të madh. Varësisht se metodën që ai ka zgjedhë se si me këshillu xhamatin e vet e që për neve jeni shumë të shtrejt. Për neve jeni shumë të shtrejt për atë dhe gjindemi ne sot këtu para juve. Jeni shumë shtrejt se ne kemi emanet dhe kemi morë para Zotit për m'ju këshillu juve. Dhe kur t'ju shohëm I keq, m'ju tregu se që kjo është e keqe. Dhe kur t'ju shohëm se jeni duke shkur dhe thot drejt ose buz humnerës m'ju tregu ik se mundesh me ranta. Pikërisht dhe thot shumica e muslimanëve në këtë muaj dhe pak ditë dhe kanë fillu pjesa e madhe e tyre me pikërisht bind do të thot në këtë gratë që nifën bestytni. Neve nuk domi vetëm dalmi para juve dhe të folmi ndaj një keqës se mua s'po m'pëlqen ajo. Por neve kur folmi ndaj një keqës dhe e luftomi atë, neve kemi bazë në diçka. Na dhem dikon dhe ajo na shtyn për me fol. Pikërisht është viti I ri të cilët shumica e muslimanëve do thot për fat keq e festojnë. Nuk mundet me arsyetu dikush festimin e vitit të ri me një logjik se fëmia po kanë qef. Çështu po bëhet. Nuk ka dert, jo pikërisht. Pikërisht ne jemi duke punu ta sjellëm atë arsyeën e logjikës që çdo gjë në jetë që e bëmi ta dim pse po bëmi. E pa kuptim të është ndërum vëllezër besimtar që në shtëpitë muslimanit me kalu afër në shtëpi e muslimani ajo me qenë stolisur me drita dhe me simbole tjera. Kjo është e pa kuptim. Ose kjo tregon se në brendësinë e asaj shtëpie ka do thot një zbrasir të madhe. S'ka dina të shtëpi, s'ka iman, s'ka namaz. Dhe ajo shtëpi një të kohë e cila sot po zbukurohet për me mbyll një boshllak.
Janë dy teori këto, nuk mundën më bo bashk. Nuk mundën më bo bashk imanin Zotin edhe vendosja e bredhet edhe drita. Nga se pikërisht to janë, kjo është fest e cila burimin e saj ka në paganizëm, e ka në bështetur me bestytni. Kur vendoset një dritë dhe një bredhe dhe një simbol tjetër, pikërisht a e ka një domethënie. Gjenja jo domethënien. Pse? Pse të vendosin shpinë e muslimanit ajo? Që slogani më i mirë ndoshta i këtij viti ka qenë se neve kur nuk kemi pa jo musliman që e feston Bajramin. Kur? Por po shohim musliman të cilët po e festojnë vitin e ri, e që nuk është festë e tyre. A e dini se tek kinezët ekziston, do thot, besytnia se qëndrimi i dritave që vendosen jashtë shtëpisë janë ato të cilat i pengojnë shpirtat e këqij për me depërtu natën e vitit ri në për shtëpiat e tyre. Pikërisht filipinezët besojnë se aq më e shtruar të jetë e begat sofra e natës vitit ri, aq më i begat do të vije, do thot, viti që vije pas tij, pra viti i ri. Mendojnë dhe besytni e madhe që është ai fëmijë i cili lind pra me 1 janar, ai fëmijë është fëmiu më fatbar, do thot, mbi rrezullin toksor. Këto e kanë bazën e besytni. O hoq, por ne nuk i besomi, na nuk i vënomi këto gjanat për këtë arsye. Ti nëse nuk i vënon arsyen dhe nuk i ke di deri sot po i din dhe jek i largoj ato. Dhe të njëjtën kohë vepra jote tregon, do thot, se ti po hyn, po ngjitesh me një karavan. Këto dhe shumë gjana tjera ndërun vëllezër besimtar, të cilat kanë mundësi trajtohen me një metodë ndryshe, por unë e bëj thirrje sot nga kjo ditë që ai i cili e nin veten musliman dhe është krenar me fenë e tij, jo për hatër të hoxhës, pse hoxha po thot, po bëne për hatër të Zotit, thuj, këtë vit i ri festohet në shtëpinë tënde. Kaq. Shumë e lehtë është. Dhe për fund për mi sjell, do thot, dëmët e besytnive, ato janë, do thot, dëmet shumëta, por ajo e dëmton psiqikën e njerit, ai i cili e ndërton jetën e tij pra mbi besytni. Shndron njeriu në një krijesë të paaft për mu ballafaqu me jetën. E humb njeriu, ja humb arsyeën e logjikës për me mendu drejt. Dëmton të ardhmen e njeriu nga se e mashtron me një mashtrim optik. E bën njeriu të varur nga gjëra të cilat as nuk i sjellin dëm e as dobi. Pra të kur është pyet një hoxh, o hoxh, a bën hajër me vënu patkojen ndër shtëpisë se ndoshta na i largon të këqijat? Përgjigja e tij ka qenë, nëse patkoja kish largu belat edhe të këqijat, ja kish largu kalit i cili ka katra, i mban kom të veta. Por prej sa ditit që ju ka vënë në kom, ai do thot veç këqija se veç ngarkohet mbi shpinën e tij. Do thot kështu duhen të lidhen gjanat dhe ajo humb pra bazimin në besytni, jeta jon kur ndërtohet në gjërat pa vlera, pa kuptimta, ajo humb pra vlerat tona që i ka ndal nga dal, e që është më e shtrejta besimi të cilën Allahu xhelle xhelalu na ka dhuru, e ne duhet jemi nga ata të cilët e ruajmë dhe kujdesim për këtë. Elusë Allahu xhelle xhelalu nga ky minber, nga kjo ditë e madhe që të na udhëzoj neve, ka është e drejta dhe e hajrit. Na mundsoj Zotin që njëtën e kësaj bote ta shohmi të vërtetën dhe të ecmi pasaj, dhe ta shohmi atë që quhet e keqe dhe të largohemi pasaj. Lutni edhe Allahun xhelle xhelalu në këto momente dhe këto çaste për gabimeve tuaja eventuale dhe të muslimanëve kudo që janë, se Allahu është falës dhe i dëgjon lutjet tuaja. Mm-hmm.